për të ikur në punë, në momentin që është në nxitim për të kapur trenin, për të kapur makinën, për të ikur në një orar të caktuar, kush e bën këtë? Pra, vendosen disa gjëra në prioritet të cilat realisht nuk janë në prioritet. Ai dëmtimi që juve do ju bëj në këmbë, ai guri i vogël, përveç se do t'ju ngrej nervat dhe do t'ju acarojë dhe do t'ju bëj që të keni një humor të keq dhe çfarë do ndodhi më pas, do ja nxjerrni njerëzve të tjerë. Nuk do përqendroheni dot në punë. Pra, kjo gjë do t'ju ngarkojë në çdo hap që juve po ndiqni për të arritur në vendin tuaj dhe më pas do jeni me humor të keq gjithë ditën tuaj, sepse gjërat pasojnë edhe vijojnë njëra tjetrën. Ato ingranazhe tashmë kanë atë gurin i cili nuk po i lejon dhe ai gur po rrotulliset në çdo pjesë të ingranazhit që po rrotullohet për të vazhduar sistemin e jetës, sistemin ton ditor. Këto janë gjërat të cilat neve ja na shkallojmë. Edhe themi që janë gjëra të vogla ose ndonjëherë nuk i kuptojmë fare pse na vjen e gjithë kjo gjë, mund të ndodhi nga ky guri i vogël nën çorapen ton, brenda çorapes ton. Në momentin që neve e marrim të mundimin, e heqim këtë gurin dhe më pas përveç ndjesisë së çlirimit, neve ndihemi edhe në nënvetdijen ton krijohet sërish diçka pozitive në këtë rast, sepse themi që po e bëra për veten time, tashmë jam mirë, tash e bëra atë gjë që më duhet mua, pra nuk e kam atë turpin që unë e lash veten time pas dore. Qoftë në këtë aspekt kaq të vogël, kaq të minimal, janë shumë të rëndësishme të gjitha këto aspekte. Këto gjëra ndodhin në përditshmërinë tonë. Sa raste të tilla mund të kemi në përditshmërinë tonë, të cilat as nuk i kuptojnë fare që kanë ndodhur për fat të një gjëje, të një guri aq të vogël. Këto guret, kaq të vegjël, nëse neve i lejojmë çdo ditë, mendoni, në brenda një viti keni 365 ditë. Sa vite jetë keni deri tani? Bëjni pak llogari, nëse një gjë kaq e vockël sa ky guri në çorapen tuaj do ketë ndodhur për ditë. Sa gur keni tashmë në nënvetdijen tuaj të cilat duhet që ti zbrazni dhe duhet t'i pastroni? Sa? Për këtë qëllim po bëj edhe këto videot sepse mundohem që t'i kuptoj gjërat ashtu siç janë, të shkoj në thelb të gjërave, në zemër të gjërave, në bazën e këtyre gjërave të cilat ndikojnë jetën tonë, në rrënjë. Nëse rënja është e mirë, pema do dali e fortë, e fuqishme, nëse ujitet vazhdimisht me dashuri edhe me të gjitha nevojat të cilat ka një pemë për të rritur që nga rënja, duke ujitur rënjën, atëherë do të ngrihet edhe do të zhvillohet në mënyrën më të bukur të saj, do t'japi frutat më të bukura dhe do jetë pema më e shijshme dhe më e kërkuar nga të tjerët, por edhe vetëm duke e parë një pemë të tillë, ju e keni parasysh kur shikoni disa pemë, shikoni që toka, njeriu, natyra i ka trajtuar disa mirë dhe disa jo mirë. Në tokat të cilat është marrë edhe njeriu, edhe që dua që t'jem e qartë në këto koncepte, sepse njeriu nuk e krijon dot një pemë, por mundet që të kujdeset për të, por është krijuesi ai i cili na jep këto bekime dhe që neve duhet të kujdesemi për to. E njëjta mendësi funksionon edhe për ju, e njëjta mendësi funksionon për mua, edhe për të gjithë qenjet të cilat neve i kemi lidhjet në jetën tonë për ditë. Pra, në momentin që juve e shikoni një pemë e cila mund ta dalloni, pra një pemë të mirë nga një pemë e cila nuk ka patur kujdesin e duhur, në të njëjtën mënyrë mund të t'i shikoni edhe njerëzit dhe e kuptoni direkt që një person ka halle, një person ka probleme dhe një person tjetër duket sikur i ka më të lehtë të gjitha këto hallet edhe problemet, pra sikur është në një gjendje që i ka kaluar, i ka hequr disa nga ato guret në çorape, pra nuk i ka dhënë prioritet nxitimit, miku koha, miku kjo, miku ajo, por ka marrë kohën për veten e vet, fillimisht edhe e ka hequr atë gurin nga çorapja dhe më pas ka vazhduar ditën e vet i qetë, e bëri atë gjë për veten e vet, vetja e vet e vlerëson sepse ai e vlerësoi atë. Kështu që është një marrëdhënie e cila është reciproke dhe në momentin që ju i jepni dashuri edhe mirësi, edhe mirësjellje vetes tuaj në çdo fjali që i thon, vetja juaj është ajo e cila do t'ju nxjerr nga situata dhe vetja juaj është ajo e cila do t'ju fusë në situata të këqija. Nëse ju jeni një person i cili ndihmoni të tjerët, vjen dikush edhe ju thot, a mund ma japësh çik këtë? Po, patjetër merrem. Vjen dikush tjetër, a mund të ta bësh të detyrën për mua, të lutem, sepse kam për të mbajtur fëmijën ose kam për të ikur me shpejt? Po, patjetër, merre, po, ta bëj unë detyrën, ik merr lejen tënde, merr kohën tënde, jemi okay.
Nëse vjen dikush tjetër, a mundet të lutem sot që të vish me mua dhe të më çosh me makinë sepse kam një punë shumë shpejt për ta bërë, ndërkohë që ti mund të kesh gjitha punët e tua për vete dhe ti ke jetën tënde dhe nuk je për asnjë nga personat që po flasim, për asnjë, të gjithë kanë krijuesin, të gjithë kanë Zotin e vet, të gjithë kemi të njëjtin Zot dhe ai kujdeset për gjithë ne. Nuk është një detyrë primare jotja që ti të ndihmosh jashtë vetes tënde të ndihmosh këdo. Kjo është një bazë e cila ka një gur tjetër brenda çorapes. Po e shpjegoj. Në momentin që juve ndiheni sikur jeni në shërbim të popullit dhe jo në shërbim të vetes tuaj, juve jepni dashuri tek të tjerët dhe e sprazni atë enën tuaj. Kjo mund të ketë një rrënjë të thellë. Një rrënjë të thellë në nënvetdijen tuaj dhe të cilën nuk po e kuptoni pse ju ndodh kjo. Në fakt, realisht juve çfarë po bëni në fund të ditës? Juve po ndihmoni njerëzit, po tregojeni një njeri i mirë, një njeri i kulluar, i pastër, i qetë, që i vini në ndihmë njerëzve dhe fundja nuk është kjo mirësi. Po vetja juaj. Pyeteni veten. Pse duhet që ta ndihmoj këtë person? Çfarë po më shtyn kaq fort që unë ta ndihmoj këtë person? Sepse mund të jetë një gabim dhe këto personat të cilët ndihmojnë më shumë të tjerët janë personat të cilët nuk e di sa jetë mund t'i duhen që të kuptojnë, sa minuta, sa orë, sa ditë nga jeta e tyre mund t'i duhet që të kuptojnë ku qëndron problemi me këta persona të mirë, të kulluar, që për sytë të tjerëve janë gjithmonë ata personat që janë më të mirët, personat e parë në të cilët njerëzit drejtohen, por që shkelen më së shumti me këmbë. Kush po e bën në radhë të parë shkeljen e vetes tyre me këmbë? A nuk është vetë personi? A nuk është vetë ai personi i cili po ndihmon tjetrin përpara vetes vet? Pse është për të vlerësuar? Çfarë ka për të vlerësuar tek një njeri i cili nuk ndihmon veten e vet, i cili ka 700 halle për veten e vet dhe që shkon edhe merret me personin tjetër? Nga çfarë vjen e gjithë kjo? Nga çfarë vjen e gjithë kjo? Një arsye mund të jetë për shembull nga këta persona të cilët edhe unë i kam frikë, them të drejtën, sepse duket sikur përveç se ai person po shtyp veten e vet sikur po e shtyp edhe unë. Dhe nuk e dua këtë lloj energjie në jetën time. Dhe zakonisht të gjitha problemet mundojmë që t'i zgjidh vet ose mundojmë që të shkoj tek dikush i cili e ka shumë të lehtë që ta bëj diçka, pra nuk po shtyp veten e vet, nuk shkoj asnjëherë tek një person i cili e di që do loj diçka shumë të madhe që të më bëj këtë nderin sepse është një njeri i mirë. Atëherë, kjo mund të vi, kjo nevojë për të ndihmuar kaq shumë të tjerët, mund të ketë një bazë e cila ky person i cili po të ndihmon, po merr një grua, po ja merr qeset, po e çon një grua të moshuar, po ja çon qeset në shtëpi. Përpara se të dilte nga shtëpia, ndoshta i ka bërtitur nënës vet. Dhe kjo gjë e bën që të ndihet jo mirë, nuk është, pra duhet patjetër ta mbushi këtë boshllëkun, ta shlyj këtë gabimin dhe hajde se po bëj mirë te kjo pjesa tjetër. Pra kur të shkojë në shtëpi do të jetë po prap i lodhur nga gjithë dita, nga gjithë ky mendimi që e ka nisur këtë rrugtimin e vet me një gur, pra nën kpuc, nën çorape dhe do jetë i lodhur. Nëna mundet kur të shkojë në shtëpi, po i bën bukën gati, okay, mundet ndodhi që ta puthi dhe në nënvetdijen e tij, ai e di që është sjell keq, pavarësisht se ndihmoi atë, ajo nuk ishte nëna e saj, nëna e tij, okay? Nënvetdia e tij nuk është e shëruar, pra dhe kjo mund të ta bëjë një person të keq për familjen e vet dhe të mirë me gjithë botën. I keni parasysh persona të tillë, besoj se i dini këta personat që ndihmojnë dhe bëhen copash për gjithë botën, por në familjen e vet sillen keq. Dhe kjo është arsyeja e brendshme, e nënvetdijshme, e pashëruar, është një gur shumë i madh nën kpucën e tyre, i cili nuk po i lejon që të rregullojnë së brendshmi shtëpinë e vet. Okay? Pra, mund të ndodhi që ky person, pasi ndihmoi atë zonjën e moshuar në rrugë, i mori qeset, e ndihmoi, dita i shkoi gjatë gjithë kohës duke u munduar që të bëhet rrogos për personat e tjerë, sepse ka një brejtje në ndërgjegjen e vet dhe e di që kjo gjë nuk po shkon. Ai gjë që bëri në mëngjes përpara se dilte nga shtëpia nuk është e mirë, nuk është ai personi që ai do donte të ishte. Dhe çfarë bën? Mundohet ku e ku të marrë energji, të japi energji. Na, jep. Pse po jap? Sepse kam një boshllëk të cilin unë besoj që me bekimet tuaja, pasi unë po ju jap diçka, do ta mbush të boshllëkun tim. Por ai guri është poshtë, vazhdon të jetë aty poshtë. Dhe këto bekimet edhe këto energji shtohen aty si për guri qëndron poshtë. Dhe këto janë thjesht kështu, janë pa bazë, do ikin, po prapë do largohen. Do shkojnë në shtëpi,
nëna do t'i bëj bukën. Nga gjithë kjo energji që ka marrë